e kam pas fëmin smut. Kolegët e punës janë të fesë katolike. Ato kanë bë lutje, a kam nëjsen gjuna. Lusë Allah në gjellë që ty edhe gjdo kuj që dëgjon këtë video, t'ja u shëroj, t'ja u ruj, edhe t'ja u bekoj fëmit. Allahumma amin. Allahu gjdo fëmi, ku dë në botë, i japë të shëndet, edhe asnjë prind mos e ndjeft atë mërzinë edhe dhimbjen për smundjen e vladit vetë. Pastaj dalim të duat. Lejohet me bë dua edhe njerëzit e feve të tjera, pa marrë parasysh çfarë janë, me bë dua për shërimin e fëmisë tan, ose të atij tjetër, edhe në rastin tan nuk i kur far gjunahe. Lusë Allah në gjellë që të shpërblej të gjithë ato kolegë apo kolege, se nuk e di pyet se është mashkull apo femër, lusë Allah që të shpërblej për duat që i kanë bë. Nuk dihet një dua e sinqert bëhen sebeb, ndoshta ose është bëhen sebeb për përmirësimin e djalit tënd. Prandaj ju këshilloj të gjithëve të keni kujdes, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend që ka raste kur Allahu azza xal i pranon shumë fuqishëm duat e njerëzve edhe nëse nuk janë musliman. Argumentet e përgjithshme e përmendin një prej tyre që Resulullah ka përmend, thotë keni kujdes nga duaja e atij që i keni bë pa drejtësi, zullum, pa marrë parasysh kush është ai, çfarë feje ka. Wallahi alazim, duat shpojnë qiell dhe shkojnë te Allahu edhe Zoti azza wa jalla ja pranon. Prandaj ty Zoti ta ruaj atë vlad, Allah i shpërbleft kushdo që është lut për djalin tënd, lusë Allah që na uzoj neve, ti uzoj edhe ata kolegët e punës tane, Allahu i shpëtoft ata dhe neve nga xhenami përmes pranimit të së vërtetës, përmes pranimit të islamit dhe të shahadetit. Allahumma amin.